Pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndrozur, kur na sqaron për të situata na flet, ne jap një udhëzim shumë praktik, madje shumë inkurajues, duke thënë: ibadatun fil harj ka hijratin ilayya. Të adurosh Allahun te baraka ve taala në kohë të trazigrave, mjegullirave, paqartësive, të mbetri përkushtuar Allahu xhallahu ala, që gjitha këto situata mos të zhvendosen nga adhurimi, mos të shkpusin nga Allahu xhallahu ala, mos të largojnë nga Zoti xhalla xhelalu për të afrojnë. Ai që është i përkushtuar kështu në kohë të trazigrave, mjegullirave, paqartësive, e ka shpërlimin sikur të shpërngulet, të bën hijrat tek unë. Paramenoj çfarë shpërlimi ka ai i cili e kalon Mekën, ka shkuar në Medinë tek pejgamberi alayhi salatu wasallam me arrujt fenë e tij. Andaj ngjashmëria mes dy palëve është shumë e kapshme, shumë e afërt. Pse? Nga se ai që në kohë të rrezigrave kthehet tek Allahu te barek o taala, kthehet tek burimi i dijes së dur, mirët me atë që i përket, e shton devotshmërinë, mirët me tmetet e tij, e ruan familjen e tij, mirët me rrethin ku ka ai potencial të ndihmon e të kontribon. Realisht është një ngjashmë që shpërngullet. Pse? Sa ai që shpërngullet i për një veni ku nuk ka mundësi me rrit besimin, ku nuk ka mundësi me bë mirë, ku nuk ka mundësi me kontribu, me një vend ku ka mundësi. Prandaj ngjan i pari i dytit për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa, ai që përkushtohet në adhurim në kohë të trazigrave, në kohë të vrasjeve, të luftrave, është sikur ai që shpërngullet tek unë, e ka këtë shpërblim të ndërruar.